Krishti unë gjallë, përshëndetje të gjithëve. Me qënë se i takoj grupit ton prezantoj i pari, kam edhe nderin të jap përgëzimet e mia gjithë organizatorëve të këtij seminari, të këtij organizimi, dhe për neve është shumë e rëndësishme, qoftë klerik edhe laik, që her pas here të bëjmë takime të tilla, sepse janë vërtet një ripërtëritje shpirtërore dhe kemi nevojë edhe kur takohemi me njëri tjetrin, kujtojmë jetën tonë, rinin tonë, jemi rritur me njëri tjetrin dhe gjitha këto janë një pikë shumë e rëndësishme e ripërtëritjes sonë shpirtërore. Prandaj përgëzime për këtë takim. Atëhere, për sa i përket pyetjes çfarë është një enori e shëndetshme, grupi ynë filluam të rendisim ato pikat që neve menduam që përbëjnë një enori të shëndetshme, dhe kur vendosëm numrat, na doli në fund numri 10 dhe vendosëm ta quajmë dekalogu i një enorie të shëndetshme. Dhe patjetër, pika e parë, siç e tha edhe profesor Natani në fillim, kisha nuk përbëhet vetëm nga klerikët ose vetëm nga laikët, por është pikërisht bashkimi i këtyre të dy komponentëve që përbën kishën e vërtet. Prandaj bashkëpunimi midis klerit edhe popullit është shumë i rëndësishëm dhe kjo e përbën edhe bërthamën e kishës. Gjithashtu, komunikimi është Perëndia tha dhe u bë. Domethënë fjala, komunikimi është pjesa më e rëndësishme në çfarëdo lloj organizate, në çfarëdo lloj organizimi, kur njerëzit komunikojnë me njëri tjetrin, kur njerëzit diskutojnë me njëri tjetrin, kur njerëzit edhe debatojnë me njëri tjetrin, të gjitha këto janë të frytshme kur kemi një zemër të pastër dhe kur kemi qëllimin e përbashkët për zhvillimin e kishës. Një nga pikat kryesore që kisha, ashtu si që dhe Zoti ynë Jezu Krisht kishte gjatë veprës së tij në mbi tokë, ai nuk tha vetëm predikime, por ai një pjesë të madhe të aktivitetit dhe veprimtarisë së tij e shoqëroi me mrekullitë dhe me veprat mrekullitë e prekshme që ishin pikërisht sot neve mund t'i quajmë vizitat baritore, të takojmë njerëzit në nevojë, të takojmë atë shtresë të popullit e cila ka nevojë për një fjalë të mirë, pse jo, edhe duke kontribuar konkretisht me programe për familjet në nevojë, ku shumë kisha dhe shumë enori lavdi Zotit edhe këtu në Shqipëri për Krishtlindje, për Pashk dhe gjatë vitit, siç është në Tiranë ose dhe në Korçë, kanë mens për të varfrit, por zakonisht ndajnë pako me një paket me ushqime të shportës për familjet në nevojë. Patjetër nuk mund të ketë një kishë nëse nuk kemi aktivitete në këtë kishë ku përfshihen grupet e katekizmit për fëmijët, për të rinjt, dhe do të ishte një enori e suksesshme nëse do të kishim edhe për familjet, për prindrit, edhe për intelektualët e kështu me radhë. Pra, të gjitha zhvillimet e takimet të një niveli të tillë i japin jetë enorisë dhe forcojnë themelet e enorisë. Kisha është një vend shërimi dhe një vend shenjtërimi. Neve aty, duke marrë pjesë në jetën e kishës, neve aty gjejmë shërimin edhe të shpirtit, por edhe të trupit, të gjitha ata që vinë me besë të plotë. Aktivitete argëtuese të përbashkëta, si ky aktivitet ose edhe në enori, sa herë që të jepet mundësia, kur është panairi i kishës, kur feston kisha, kur kemi festa të mëdha, gjithmonë është shumë pozitive dhe frytdhënëse dhe ndërtuese që të krijohen aktivitete festive, një koncert Pashkës, një shfaqje e vogël, një animacion për të sjell një ndodhi biblike ose edhe ngjarje të tjera ose jetë shenjtorësh, të cilat i japin një gjallëri dhe gjithmonë tërheqin njerëz për të bërë pjesë e kishës. Pjesëmarrja në misteret e kishës.
Kisha mbi të gjitha është një organizëm hynoro-njerëzor dhe nëse do ta shikonim kishën vetëm nga pikpamja sociale ose kulturore, do t'ishte e mangët. Kisha si qëllim të saj ka shenjtërimin e njeriut dhe neve shenjtërohemi duke marrë pjesë në misteret e kishës. Prandaj, një enori nëse do të ketë përparim dhe zhvillim, një pjesë shumë e rëndësishme e aktivitetit të saj është kryerja e mistereve të kishës. Një enori është shumë e rëndësishme të kryej liturgji hynore kur në ditët që ka shenjtor. Neve duhet që të punojmë dhe të përpiqemi për të pasur një enori me jetë të pasur shpirtërore dhe misteriale. Dhe një pjesë tjetër e rëndësishme është pjesëmarrja në jetën artistiko-kulturore, sociale të qytetit. Kisha nuk është një ishull brenda një qyteti. Kisha është një pjesë e gjallë e atij qyteti ku në realitetin tonë shqiptar kemi bashkësi të ndryshme fetare, por kemi edhe organizime nga më të ndryshmet ku gjatë historisë së kishës edhe në vende të tjera, por edhe këtu në Shqipërinë kemi parë që kisha kur merr pjesë në aktivitete të tilla jep edhe një lloj dëshmie në qytet, në ambientin ku jeton, që nuk është diçka e shkëputur, diçka ku shkojnë vetëm disa të moshuar ose diçka që nuk marrin vesh se çfarë bëhet nga jeta e përditshme, por janë pjesë aktive në shumë etër klerik të nderuar të kishës son, janë shkrimtar, janë poet, janë këngëtar të cilët e kanë përfaqësuar dhe kanë dhënë një dëshmi shumë të denjë të kishës në shoqëri. Edhe kjo është një pikë të cilat një enori e shëndetshme nëse e kryen do t'ishte jashtëzakonisht mirë. Ju faleminderit për vëmendjen edhe shpresoj kem qenë sadopak informues. Shumë kënaqësi që jam midis jush. Falenderoj profesor Natanin për ftesën. Uroj që kjo të jetë ndihmuese për të gjithë. Atëherë, në lidhje me pyetjen çfarë është një enori e shëndetshme, nga grupi jon kanë dalë 5 pika. Kemi nisur me pikën e parë që është shumë e rëndësishme, bashkëpunimi dhe roli i rëndësishëm i drejtuesit të kishës, klerit, së bashku me priftëreshën e tij. Kështu që nëse ne duhet të kemi një enori të suksesshme, duhet të fillojmë nga familja jonë, sidomos kleriku, ashtu siç në kishë quhet që familja jonë është një kishës e vogël, kështu që është e rëndësishme ta fillojmë nga familja jonë. Priftëresha ka një rol kryesor dhe shumë të rëndësishëm për të mbështetur bashkëshortin e saj, por edhe klerin, të jetë ndjekse në çdo mister edhe çdo nevojë të kishës. Atëherë, gjithashtu është shumë e rëndësishme raporti i klerit me stafin e komunitetit, psaltët, edhe të gjithë stafin që marrin pjesë dhe ndihmojnë në komunitet. Është e rëndësishme bashkëpunimi dhe marrëdhënia midis tyre, sepse nëse ata shkojnë mirë, atëherë do të ketë sukses dhe kundërta nuk do ecë shumë gjatë. Vazhdojmë me pikën e tretë që kemi zgjedhur vizionin dhe përkujdesjen për të gjitha grupmoshat. Është shumë e rëndësishme që të krijohet një kohë cilësore për të gjitha grupmoshat dhe interesimi personal për çdo person, duke krijuar aktivitete të përshtatshme në bazë të mundësisë që do krijohet, por është e rëndësishme që ai aktivitet që do marret pjesë të jetë ndihmues për të dhe të jetë në vazhdimsi kujdesi ndaj secilit. Bëhet fjalë që nga grupmoshat e vogla, adoleshentët, të rriturit, intelektualët dhe të gjithë personat me radhë në veçanti. Jo më pak e rëndësishmja është adhurimi me qendër Eukaristin hynore. Është e rëndësishme pjesëmarrja në misteret e kishës, sidomos që me hapjen e parë, pagëzimin dhe të gjitha misteret e tjera, por jo vetëm nuk mbaron duke pagëzuar edhe
u bëm ortodokse të largohemi nga kisha, por është e rëndësishme që aty fillon, do më thonë, me pagëzimin, fillon jeta eukaristike më Perëndin. Vazhdojmë dhe me pikën e 5, vëmendja ndaj personave dhe familjeve në nevojë. Është shumë e rëndësishme që të gjithë të gjenden të përkrahur dhe të mbështetur në kishë, dhe në momenti që largohen për arsye të caktuara, të kenë interesim të plot nga kleri dhe gjithë stafi i kishës. Këto ishin në mënyrë të përmbledhur. Faleminderit shumë për gjithë organizimin. Grupi ynë ka nxjerrë disa pika që mendojmë që janë shumë të rëndësishme. E para që është më e rëndësishme, mendojmë që komunikimi është baza në çfarë do lloji shoqërie, aq më tepër në një shoqëri të krishterë. Kur themi komunikimi, e nisim me komunikimin e klerikut, pastaj me të gjithë komunitetin. Shembulli i klerikut dhe i të gjithë pjesëtarëve ose të gjithë stafit që punon në kishë, veprimet tona, që janë më të rëndësishme se sa fjalët, prezenca që ne kemi përpara të tjerëve, këto janë ato që mbesin dhe që lënë shenjë tek të gjithë njerëzit, jo vetëm çfarë ne themi, por si ne sillemi dhe çfarë ne bëjmë. Vlerësimi për secilin pjesëtar. Asnjëherë nuk duhet krijojmë diferenca që themi do afrojmë vetëm të pasurit ose vetëm intelektualët dhe pjesën tjetër të shoqërisë do t'i lëmë në një dorë të dytë. Kemi përkujdesja të kujtojmë të gjithë pjesëtarët ose anëtarët e komunitetit tonë në festimet e ditës së emrit, kur kanë urime në festa të ndryshme përvjetore ose ditëlindje, në rast të ngushëllimesh e të tjera. Katekizmi që e fillojmë zakonisht në moshat tona të hershme me fëmijët, por që nuk duhet mbetet vetëm aty, sepse kemi hasur jo vështirësi, por është një faktor ose një fenomen që ndodh edhe te moshat e treta, të cilat mendojnë që dinë gjithçka, por ndoshta dinë në mënyrë të gabuar, prandaj edhe ato duhet bëhen pjesë e katekizmit për të mësuar të drejtën, ashtu siç është. Aktivitetet sociale dhe shpirtërore. Vizita në jetimore, në azile, të grumbullojmë ushqime, siç e thamë edhe më sipër, të marrim dhe të organizojmë të gjithë pjesëtarët e komunitetit tonë kur kemi panajëret e kishës, dhe në të gjitha misteret që kisha ka. Bashkëpunimi dhe roli i priftreshës, edhe ky është një faktor shumë i rëndësishëm, sepse nëse një klerik shkoni vetëm në kishë dhe kërkon që ta ndihmojnë të tjerët për të salur, shkoni vetëm në kishë dhe nuk ka se kush i pastron kishën, shkoni vetëm në kishë dhe do të bëj panajir apo do të bëj një aktivitet dhe priftreshës se ka krah, kjo është vështirësia më e madhe dhe nga këtu që është pika e fundit, gjitemi tek e para që një pjesëtar i atij komuniteti mund të thotë që ti nuk e ke priftreshën në krah, si kërkon që të vinë të tjerët. Kështu që është edhe e gjithë familja në tërësi, atë që thanë edhe kolegët tanë në sipër, që nëse ne kemi bashkëshortin klerik, unë jam priftëresh, pastaj fëmia im duhet jetë patjetër pjesë e atij komuniteti, jo ta lëm të fleri gjumë, edhe pse duan shumë gjumë të flenë, se janë fëmijë, por që duke parë dhe fëmijët e tjerë që vinë fëmijët ta në kishë, do të munden dhe ata që të marrin një shembull dhe të vinë. Ju falenderit shumë. Do të thotë pjesëmarrje në liturgji, lutje dhe aktivitete shpirtërore. Pra një enuri duhet të jetë aktive në liturgji, sepse nëse nuk kanë liturgji, mendojmë se diçka nuk ecën mbar. Të jetë në lutje në vazhdimsi në lutje të ndryshme, mund të jenë paraklise mbrëmsore ose shërbesa të ndryshme, si dhe në aktivitete shpirtërore të cilat mund të bëhen me grupe të rinjve ose me vetë pjesëmarrësit që janë aktiv në kishë. Pika e dytë është udhëheqja e mirë, dhe ne këtu si shembull si grup kemi marrë Shën Prokopin, që të gjithëve, domethënë ne që jemi nga Tirana, të flasim hapur, godet si një enori e shëndetshme. Dhe këtu kemi renditur disa pika që janë prifti si udhëheqës i mirë, afërsia me besimtarët, domethënë mënyra e komunikimit që kleriku ka me besimtarët, dhe udhëheqje me urtësi dhe me dashuri. Të tre këto pika domethënë mendojmë se janë një
diçka pozitive për të patur një enori të shëndetshme. Sepse në qoftë se kleriku udhëheqësi është i mirë, atëherë domethënë edhe enoria do të ketë një vazhdimsi. Pika e tretë është pjesëmarrje aktive e besimtarëve. Këtu pjesëmarrje aktive mendojmë që besimtarët jo të jenë vetëm pjesëmarrës në liturgji, por dhe në të gjitha aktivitetet që zhvillon enoria, që mund të jenë studimi biblik, vizitat baritore, në azile, në të varfër, në jetimore. Sepse një jetë e enorisë nuk është vetëm pjesëmarrja në kish. Sepse mund të vinë në kish, mbarojnë shërbesën dhe secili shkon në atë jetën e vet, por mendoj që përveç se jetës në kish, duhet të kemi dhe anën baritore, që është një vizitë në azil, një kohë për të varfrit, një kohë për tek jetimore, të cilëve dhe aty u jep një ndjesi tjetër. Aty ku jetojmë ne për shembull është azili, edhe shpesh herë vijnë grupe të rinjësh me atë kohën e tyre të limituar dhe nënat që janë atje ndjejnë atë ngrohtësinë, domethënë që shpesh herë u mungon. Pika e 4 është marrëdhënie e shëndetshme mes besimtarëve. Do të thotë komunikimi ndërmjet besimtarëve, që është pika kryesore, për të pasur një enori të shëndetshme duhet të ketë një komunikim ndërmjet besimtarëve. Nëse ka ndarje apo ndjesisë ndërmjet tyre, atëherë diçka çalon. Dhe harmonia në grup, domethënë bashkëpunimi. Këtu mendojmë sepse një enori e shëndetshme mund të ketë bashkëpunim dhe me enori të tjera, të cilat si thua të bëjnë atë binjakzimin ose çfarë ka një enori dhe çfarë ka tjetra, duke marrë dhe duke dhënë nga enorit. Këtu mendoj domethënë dhe me atë Grigorin po bisedonim për kohën e hershme kur ishim të rinj dhe shkonim për kampingje ose bënim katekizëm, domethënë, që kishte një farë harmonie dhe një farë binjakzimi ndërmjet grupeve, aktivitete, lojra, aktivitete shpirtërore, shërbesa, domethënë njiheshim dhe secili grup jepte ato mendimet dhe opinionet e veta. Gjë që deri diku ka një farë rënje. Rritja në besim me anë të temave shpirtërore, frym bashkëpunimin me komunitete tjera. Pra është pak a shumë e njëjta me pikën e sipërme, ku kemi vënë që të ftojmë të rinj dhe të kemi një, si thua, një ecje e brezave, sepse nëse enoria nuk ka një ecje të brezave, atëherë do të vijë gradualisht duke humbur si enori. Nëse nuk ka fëmijë të rinj, adoleshent, edhe mosha të tjera, atëherë do ketë një rrjedhje të kësaj enorie. Dhe pika e 6 është drejtimi me përulësi dhe me dashuri. Domethënë duke mos patur një lavdi personale brenda enorisë. Shpesh herë dhe mund ta shikojmë dhe mund ta hasim që persona të ndryshëm mund të kenë atë egon personale, por duke bashkëpunuar dhe duke patur një frym bashkëpunimi ndërmjet komunitetit, themi se do mund të përparojë. Kto ishin 6 pikat që ne mendonim. Ka të tjera, po për një seancë tjetër. Pikë së pari, sot njëri nga ne vëllezërit tanë këtu ka datën që është bërë prift. Para 4 vitesh, atë Spiro Peci u bë prift. Idej. Së dyti, grupi më zgjodhi mua, por unë për vete nuk kam eksperiencë nga ana e enorisë, edhe falë eksperiencës që kishte atë Spiro Peci, na ndihmoi të nxjerrim një listë të disa pikave. Do t'i lexojmë pikat se pak a shumë i prekëm të gjithë. Kryerja e rregullt të shërbesave kishtare me në qendër liturgjinë hyjnore. Pika e parë. Krijimi i këshillit kleriko laik brenda enorisë. Kujdesi baritori klerikut dhe më saktë kemi shpjeguar për të bërë ajazëm në shtëpi, urata të ndryshme, vizita baritore tek ata, tek familjet, mësime katekizmi sipas grup moshave, takime me prindër. 5. Organizimi i aktiviteteve shpirtërore, pelegrinazhet, temat shpirtërore, konferenca, piknik e të tjera. 6. Përkujdesja për ambientet e kishës, inkurajimi besimtarëve për të kontribuar si në kohë fizike, ashtu dhe në vlera monetare. Të gjitha këto mund të shikohen
në cilën radhë të doni, por është shumë e rëndësishme që secili nga ne të bëjë atë që mundet, atje ku mundet. Ne shikojmë sot se sa rëndësishme është, se sa të rëndësishme janë burimet njerëzore, njerëzit. Janë shumë të rëndësishme. Dhe unë besoj që duhet të vlerësojmë secilin nga ne, secilin që kemi pranë, prandaj dhe ne si radio jemi përpjekur vazhdimisht të paktën edhe me mikun tim Blerkon Aleksandrin në gjithë këto vite, që të përpiqemi që të përçojmë atë vizionin e kryepiskopit, i cili bashkëpunonte me të gjithë, jo vetëm me një grup të caktuar njerëzish, por me të gjithë njerëzit. Dhe na donte të gjithë ne që punonin me të apo punonin në kish, të gjithë besimtarët i donte të gjithë njësoj. Ndonjëherë mendonim se dikë donte më shumë dhe dikë, por jo, nuk ishte vërtet, të gjithë i donte dhe interesohej për të gjithë. Kështu që me këtë frymë dhe ne ecëm në radio dhe dua të them që edhe ky trajnim që u arrit ishte fal bashkëpunimit që ne kishim me profesor Natani dhe me Gabrielën, të cilët unë gjej rastin t'i falenderoj shumë për gjithë këtë punë të madhe që bën. Për këtë që treguan, për këtë menaxhim të shkëlqyer, por edhe për këtë vend të mrekullueshëm që na zgjodhën. Sepse ne dim që të vim në një resort të tillë, nuk është e lehtë, se s'është e lehtë për neve, se aq janë mundësitë tona. Ajo që ka rëndësi është që e pam edhe nga temat që zhvilluam, se sa të rëndësishme janë enorit dhe se çfarë frutash ato mund të sjellin. Dhe çfarë të mire do bie mund të sjellin për të gjithë anëtarët e saj. Por dua të them meqense edhe ky aktivitet që organizohej edhe nga Radio Gjallë gjithashtu, duaj që të mendojmë që të fillojmë të afrohemi akoma më tepër me Radio Gjallë. Me enorit tona për shembull, ne kemi nisur emisione shumë të bukura që kanë të bëjnë me historikun e kishave. Ne kemi nisur emisione të cilat kanë të bëjnë me ecurinë dhe zhvillimin e një enorie apo shembuj të mrekullueshëm të ndërtimit të kishave nga besimtarët, të restaurimeve dhe kështu me radhë. Gjithashtu kemi nisur një emision së fundi edhe për klerikët e persekutuar. Kështu që mendoni kur të ktheheni përveç atyre gjërave që ne, për ata që janë klerik, por për gjithë ne që do jemi pjesë e një enorie të caktuar, të kujtojmë klerikëve, për ata që nuk i kanë të pranishëm, të kujtojmë që të sjellin ndërmend të themi që po ne kemi mundësi që të bëjmë diçka edhe për median e për radion, apo që mund të prezantojmë një dëshmi të një personi, të një besimtari, të një personi që vuajti në kohën e komunizmit, të një personi i cili është duronjës, është mirë që t'i sjellim këto shembuj sepse këto shembuj frymëzojnë edhe njerëz të tjerë. Kështu që të mos i mbajmë për vete këto pasuri që kemi, por t'i ndajmë ato edhe me të tjerë. Së pari me komunitetin tonë, por që edhe me të gjithë të tjerë. Kujtoj që do të them ndaj me ju që Radio Gjallë përmes temave të saj që trajton ka bërë që të pakëzohen njerëz të cilët as nuk mund të imagjinonin që mund të pakëzoheshin. Janë pakëzuar për shembull të rinj dhe të reja nga Kosova. Vetëm 2 ditë më parë pakëzuam një çift që vinin nga Kosova me njëri prej tyre gjyshin e kishte imam atje në Kosovë, por që lavdi Zotit fal atyre që ai ka ndjekur dhe ndoqi, por gjithashtu dhe para gati 20 ditësh pakëzuam me një të rinj nga Turqia, një turk i cili na komunikoi me cilin vijuam ato mësimet e katekizmit dhe është pakëzuar. Kështu që shikojmë që kemi shumë gjëra në dorë që mund t'i vëmë ato në dobi të kishës tonë, komunitetit tonë. Edhe njëri falenderoj shumë të gjithëve dhe dua që t'i vijojnë këto lloj trajnime. Sigurisht, jo gjithmonë do t'i kemi këto mundësi, por unë mendoj që ne mund t'i gjejmë mundësi të tjera nëse realisht do të duam të mbillemi së bashku dhe ndoshta të reflektojmë për to, por edhe të shikojmë se si mund të organizojmë gjërat, të cilën edhe shembuj dhe ndoshta do të ishte mirë që ne të kishim përfshirë të gjithë klerikët sot që të flisin, por besoj që në një trajnim të tjetër me profesorin do të kemi mundësi që të sjellim nga gjithë secili prej jush shembuj, momente, zhvillime apo edhe përmirësime të punës që kemi bërë, edhe duke marrë shkas edhe nga ky trajnim që ne zhvilluam. Një njohje shumë e madhe edhe ishte bekim për mua që isha pjesë e këtij trajnimi. Ju falenderoj shumë.